Njeni që e ka marrë pushkën, ka bo fjalë me një fëqit vetin, edhe dalë ka gjujt me pushka automatike. Në anë kisha pozicionin e kryetarit që të ditën bëjsha propagandë për mos me lëshu Kosovën, e me ikë nga Kosova. Një antari kryesisë tha qysh mundet kryetari me ikë, e na të ditën po luftojmë kundër atyre që po ikin. E kisha vizën amerikane në pasaport, por vendosa mos me ikë. Më kanë arrestu në Dardanin katin e 12 të vajza jeme, që ishte studente. Miloševiqi më tha, zoti Luka tha, ma mirë kur me pashku të e që të ka thirë prom, mos me shqetsu vajzën. E kishte kojshi dhe mujen, njërin për shefave të udbës. E kom shkru një cop letër, e kom lënë të shtëpia, nëse më lyp dikush, jam në hamam. Po ai hamami më dul hamam. Ishte vështirë mrapa grilave me pa bombardimin e qyteteve e të fshatrave të Dugaxhinit. Na krejt kohën mendonim dhe bisedonim më shehu razi, se ndoshta ndonjë sit i UÇK-s do të del për të na shpëtu. E kanë zirë nga qelia, e kanë rrahë gjithë natën, edhe dikun me mëngjes ka vdek. Burgu Izabelës në Požarevc është njëri ndër burgjet më të këqija në Jugosllavi. Po përjetimi më i keq ka qenë 10 qershori, kur në Požarevc janë ardhur, i kanë sjellë fakt se janë ardhur 600 të burgosur, rob lufte që kanë zonë rrugëve, Branko Komotina se dia është sot. Në Požarevc, për Uleksi ka shku çdo javë në Beograd edhe ka mujt me shku me marrë në pyetje Branko Komotinën edhe me pyet për profesor Ukshinotin. Kur kemi mri në Rakosh, kur e ka pa gjendjen e Vorezës, Zoja Andreoti ka fillu me qajt. Robat mbi dhe, kockat mbi dhe, ma let ka qenë më konë ushtari UÇK-s me dalë malë se ki pas armën nga veti, burgun e Dubravës, me krejt ligjet nërkombëtare e konë nër mbrojtje të shtetit. Për 2.000 euro, 2.000 marka atëre, tha unë ti ta shkurtoj burgun për 3 muaj. Edhe ai ka pagu, tha për më ardhë unë me kry këtë punë. Thash mos e kry këtë punë hiç, se thash unë i kry edhe këta 3 muaj. Edhe vajza ime 16 vjeçare i kanë dëgju t'ju thonë që ta kanë vra babën në Požarevc. Vajza eme me 16 vjet është ti në shtërinë qëllimtare të Kosovës, dhe kur kam dalë nga burgu, në mërdare më kanë pritë të gjithë përveç saj. Isha i brengosur se vajza me 16 vjetë, po ka qenë zhvillume, e bukur, i ka pas të natë mirat, kohë lufte, nuk disha çka me mendu për para. Bona fjalë me vllaznit e mi, thash qysh me leju, me shku vajza jeme, në që kjo ju të krejt tjertë me ndajt në deti. Mos t'i shakon burg, unë sot i shakon ose dëshmor, ose heroj. Kështu, jam jetë asandeja s'knej. Mirë dita, unë jam ajo Luka, ish i burgosur politik, dhe premtari çështjes, tash 35 vjet, po vazhdojmë hala derisa të na jap Zoti shëndet. Po fillimi ka qenë pasi që fillun diskutimet publike për suprimimin e autonomisë Kushtetutës Kosovës, në diskutimet publike fillu me qenë shumë aktiv. Edhe shumë njerëz u grumbulloshin
për ta kundërshtu slavizimin e rrugëve në pej, për arsye se disa shqipfolsa kanë dhënë propozimin që të heken emrat e rilinazve tonë dhe të shënohen emrat e pseudo-intelektualëve sërbë. Në ato tubime u dha edhe propozimin për themelimin e shoqatës për kthimin e shqiptarëve. Në ato tubime jam zgjedh antari kryesisë. Mbas 9 muajve në kuvendin e parë jam zgjedh kryetar, në ndorë të vitit me 25 në ndorë të vitit 90, edhe prej atëherë deri më sot bëj përpjekje për pengimin e largimit të njerëzve tonë nga Kosova, edhe për krijimin e mundësive për kthim të atyre që janë largu ma herët. Na kemi shumë njerëz në Mërgat, dhe sot Mërgata është njëri prej stimulseve më të mëdhej të zhvillimit të Kosovës. Pas kësaj, çdo ditë fillon të shpresohen marrëdhëniet shqiptare-serbe. Serbia e largoi nxënësit prej shkollave, punëtorët nga puna. Për asnjë moment nuk duhet me haru asun as kurkush helmimet e nxënësve. Aksioni i parë që e kemi bo ka qenë dërgimi i mostrave të helmimeve në Ljubljanë. Po e thëmë këto, le ta di njerëzit që sot po kanë merak me thonë shumë çka. Mostrat i kemi dërgu në klinikën toksologjike në Ljubljanë, dhe profesor Dolenci që ka qenë drejtori i klinikës, ne i ka thonë rezultatet po vetëm me gojë, se na ka thonë nuk guxoj me ja u jap me shkrim, se ky është helm ushtarak. Një pjesë të mostrave i kemi lënë në hotel, një pjesë i kemi mbajtur nga të vetit, me qenë se udhba na ka përcjell, është thy hoteli, janë marrë mostrat, mirë po s'kan arrit ata që kanë desht. Na gjysën e mostrave ja kemi dorëzu shoqatës Migjeni, ku ka qenë ai Maloki, edhe disa të tjerë, dhe këto mostra i kanë dërgu kushnirët i cilin atë kohë ka qenë Ljubljanë, si përfaqësues i mjekëve pa kufi. Kështu që kemi vazhdu me aktivitete, kemi mbajtur tubime në çdo qytet, në çdo fshat, për t'ju shpjeguar njerëzve që nuk duhet me lënë Kosovën, që duhet me qëndru. Dhe ideja janë ka qenë që liria nuk fitohet me 2 gishta, po vetëm me 1 gisht. Kam qenë diku në vitin 90 në kongresin e Partisë Demokratike të muslimanëve në Sarajevo, të SDA-s, me profesorin nderuar Femi Akanin dhe me doktorin e teologjisë, kryetarin e Partisë Islame, zotin Rexheboja. Kemi pas takime me shumë përfaqësues të SDA-s, ndër të tjera kemi biseduar edhe për luftën. Me qenë se na kemi shku me makinë, Izetbegoviqi e ka pas një qendrim që në Bosnë nuk mund të ketë luftë, për arsye të martesave të përzira, dhe se daja nuk e vret nipin as nipi dajen. U mundu me ja shpjegu që luftën e ki të dera, se na kishim marrë nga Kosova dhe punktet e sërve ishin në çdo hap. Aty janë nisëm edhe disa biseda rreth mundësisë për të dërgu armë Kosovë. Kur kemi dalë nga Sarajeva, na ka ndalë policia, edhe i thash profesor Femi Akanit, thash profesor, nëse ta lypin letër njoftimin, na e hangrëm sonte. Fatëbarësisht,
Ata I lypin dokumentat veç të vozicit, hallakatën në gepekin edhe vazhdu. Pas kësaj kemi pas shumë kontakte, kemi sjell edhe armë Kosovë, edhe pas një kohë na I kanë zonë 25 pushka automatike, sepse njeri që ka marrë pushkën ka bo fjalë me një fëqit vetin, edhe dalë ka gjujt me pushka automatike. Kështu ka fillu zinxhiri me hec, na kanë marrë neve 4 vetëve, normalisht I pari kam qenë une, jem dënu me 3 vjetë, edhe kam bërë shumë përpjekje për mos me mbajt dënimin, mirë po e kisha problem se në nënane kisha pozicionin e kryetarit që të në ditën bëjsha propagandë për mos me lëshu Kosovën, e me ik nga Kosova, si shte kurkush I mendimit, ka marrë në Prishtinë nga Peja, mu konsultu me akademik Pazit Nushin që e kam pas antar të kryesisë, më ka thonë ja, largohu prej Kosovës se nuk na vjen gjo në burg. E kam thirrë nesrit mbledhjen e kryesisë, një antar I kryesisë tha qysh mundet kryetari me ik, e na të në ditën po luftojmë kundër atyre që po ikin. E kisha vizën amerikane në pasaport, por vendosa mos me ik. Nesrit më kanë arrestu në Dardanin katin e 12 të vajza jeme, që ishte studente, edhe njeni prej pjestarëve të udbës në Pej, për ma vo me dije që qaj që të kalon me ik, ka qenë njeri tyre, I cili edhe më thiri më shku të aj me fjetat natë, po me qenë se kisha vajzën në Prishtinë, thash jo faleminderit. Miloševiqi më tha, zoti Luka tha, ma mirë kur me pashku të aj që të ka thirë prom, mos me shqetësu vajzën. Më kanë shtin gepek në Qilenish, më kanë qunë Pej. 3 ditë e 3 natë, maltretimet nuk kanë pas ndalur. Masi është përfundu krejt, më kanë qunë Qili, e kam qenë krejt I ajë në durve kombe. Në burgun e Pejës kishte ende gardian shqiptar. Njeri kur më ka po, tha, jo, sonte mos flejt gjumë, po të tonë natën rrinë lavabo me dur në ujë. Edhe ashtu kom vepru. 7 muaj kam qenë në burg hetus në Pej. Mbas 7 muajve ne spequj qëtnik se ndoshta kur ma I zi, Zhiva Cvejiqi, me dha 3 vjetë burg, e me qenë se kisha drejt më mbrojt liri, shkova në shtëpi. Me vajzën, atë natë kam fjetë në banesën e saj, me gjes heret kanë ardhë në banesën dhe më kanë arrestu. Po, deshta me thonë një gjatë që këta e kanë ditë se na kanë përcjell vazhdimisht. Ne kemë pas një zyre në Pej, edhe ku krejt veprimtaria e Pejës o zhvillu prej asaj zyres. Të arrestum ishim unë Jahja Luka, Mustaf Smojli, Musa, s'më kujtohet mbi emri, Regja,
edhe disa të tjerë të cilët janë liru mandej, po është me interes me thonë një gjë. Kur I kemi qu në shtëpin apo në kullën e Musa Regjës, në Novosel, e kemi shti në një grasht të lopës e kemi mlu me son, kur kem dalë në bërë, e kom vetë Musa Regjën, e kuj është që e shpi për një fëqit të tina. E kishte kojshi dhe mujen njërin për shefave të udbës në pej. Mustaf Smajlit I thash atë natë. Thash Mustaf, na me sonte e kemi hongër burgun. Se me pas kojshi dhe mujen, pa zid, pa kur gjo, une nuk I besoj kur kuj mo. Kale edhe ajo u denova, u arestova, dhe disa muj mjek të pesë më kanë bajt për mos më shku në vujtje dënimit me certifikata shëndetësore, me shtrirjen time në spitalin e Mushkrive, e që si gjërat të tjera. Ne në atë periudhë kohore e pa të marrë me restauru hamamin e pejes. Kemi punu disa muj, lufta veç kish fillu në Rënic, dhe natën kur e kemi hap hamamin në pej, ku ka pas shumë njerëz, në Rënic veç kish pas përleshje të UÇK-s me policin sërbe. Ne kemi mendu që hamamin e pes me shndru në qendër të kulturës, edhe të nesërmen, kur jem qu, e kom shkru një cop letër, e kom lënë të shtëpia, nëse më lyp dikush, jam në hamam. Po ai hamami më dul hamam. Kur shkova në hamam, një punëtori që e kishim aty, tha zotnia jo, tha, o kon me të lyp djali I hallës. Thash, a mundesh ma përshkru pak, se dyshojsha? Tha, po, kur ma përshkru ti e dita ku shokon. I thash, shoku të më rëshat Nurboj, thash, Miloševiqi ko ka ty na përcjell. Nuk ka zgjat në 2 orë, më kanë lidhë në pej, edhe prej udhbes pejës, me makinë të policisë më kanë qenë Dubrava. Në mbajtjen e dënimit. Nuk ishim çka se unë dënimin e kisha, të plot fuqishëm. Në Dubravë, nuk e ka ditë kurkush ku jam. Kur kam hyrë në Dubravë, kam taku një gardian shqiptar. E kom lutë, thash, a mundesh me lajmëru, sa atër s'ka pas celular, po telefona statik. Thash, a mundesh veç me ma lajmëru familjen që këtu jam. Dhe jo, valla, unë s'guxoj as cik me po. Mirë, boll. Më kanë qunë pranim, isha I lagur, isha ftof. Në pranim, jam shkuj e mullin një tavolin, edhe ty mendu, çka do të ndodhë tash. Nuk ka shku shumë kohë, mu ka afru një I burgosën, edhe në veti tha, mos jeti ja e Luka, thash po unë vetë. Ma vonë e kuptova që a ishte Emër Dugolli, njoni prej njerëzve apo të grupit të Avni Klinakut, të cilët I kishin sjellë nga Prishtina. A ki nevojë diçka?
Thash, me pas një par qarap, thash se jam krejt i lagur, e jam të njërt, ka shku në dhomë, i ka marrë një par qarap edhe një par papuqe, po është me interes t'ju thëmë se në dhomë e ka taku Avni Klinakun. Edhe vetë Avnia çka e ka bën, e verë a i të regon, thë qështu. Na ke lodhë, kush po vjen ti qarapa e papuqe. Edhe kështu që u njoftum me grupin e Avni Klinakut, qëndrum 30 ditë në pranim, mas pranimit na kanë shumë paviljonin C. Mas kësaj, u bënëm shok me Avnin, edhe e ngutshim njëri tjetrin se e në veri theke që ky s'ka desh me t'i dhënë qarapat. Po unë u bëna shoku më i mirë me Avni Klinakun. Avni Klinaku, një burr shumë i mirë, patriot, i cili kish vujt shumë në përburgje, por një intelektual i radhë, i afroi këtë gjithë burgosurit, se ende ishim bashk në një farë sallë kur na mbajshin gjatë ditës. I organizoj kursin e anglishtes, me disa mojke mësim edhe për njohuri tjera, po njeri shumë i fortë, kështu që kemi kalu se burgi s'bën kur gjë që ka të bëjnë burgosnit. Në një periudhë kohore, Dubrava filloi shndrohet në kazermë, ushtarakët e Serbisë. Fillimisht 100 burgosur që kanë qenë tipin e lirë, jashtë mureve të Dubravës, i kanë futur mrenda. Dhe aty kanë ardhur frankistat. Faza e dytë ka qenë ngritja e një piste për aeroplan dvegjël, edhe helikopter që vishin nga Mokna, ku ka qenë baza ushtarake e helikopterëve të ushtrisë jugoslave, të cilët çdo ditë ngriheshin nga aty dhe bombardonin fshatrat e Dugaxhinit. Nga paviljoni C, nga toaletet e paviljonit C, në mëngjes kur shkojshin për nevoja, nëse ishte dita e kthjellët, peja u shikesin shuplak dorës. Ishte vështirë mrapa grilave me pa bombardimin e qyteteve e të fshatrave Dugaxhinit. Fillimisht nga burgu i Dubravës i kanë largu 18 zburgosur për në Serbi. Një ditë ka ardhur një delegacion i ushtrisë jugoslave në burg, edhe u përhap lajmi se shumë shpejt kanë me na transferu të gjithëve. Dhe kjo nuk shoj gjatë, në një mëngjes, në 4 ora, na kanë zgju nga gjumi, na kanë rështu dhe na kanë lidh, dhe na kanë hyp në për autobus. E kuptum që po largohem nga burgu i Dubravës, edhe në vetëm një rrugë ishte, për Serbi. Autobusit u drejtuan ka Peja, istogi ishte i zbrast, s'kishte njerëz rrugëve. Kur kam rinë në Pejë në Vitemeric, është kthy për Rozhaj. Na krejt kohën mendonim dhe bisedonim më shehu razi, se ndoshta ndonjë sit i UÇK-s do të del për të na shpëtu. Kur kemi hyp zhlebit për pjetë, 2 kamion të ngarkum
me zhavër ishin ndalë në një përpjezë, me siguri s'kanë mujtë me ecë. Edhe për thom njenit që i kisha ofër, thash, po më duket që ka arë koha na me dalë malë. 100 metra më nalt, e kom pa në rrugë Isa Balen, njerin prej ushtarëve të UÇK-s që e disha, e ngjisha, i PS, e kishte një mjekër karakteristike dhe ishte pa mundur mos me ngjoftë. Edhe për thom njerit prej shokëve, thash, qëtave që ndalë për ne. Fatkesisht, ajo nuk ishte e vërtet dhe nuk doli ashtu. Kur kem rirë në Zhaj, është kthy për Mitrovic. Një pjesë e autobusëve ka shku për Serbi, një pjesë e autobusëve është ndalë Mitrovic, ne kemi vazhdu për Prishtinë. Kur kemi ardhur në Smërkovnic, është ndalë edhe një autobus, dhe ne të tjerët kemi vazhdu për Liplan. Kemi ardhur në Liplan, na kanë sistemu në përqeli, për me ardhur në një burg, për me hinë burg, o do është me kalu një kordon të gardianëve të burgosurve ordiner sërb, të cilët pa mëshirë e kanë rre çdo të burgosur deri në Livanosje. 3 muaj kemi qëndru në Liplan, në kushte katastrofale, ushqimi katastrofal, uji nuk kishte dhe kur vike uji ishte interesant me krejt shibla të barit, u deshke disi me kullua me bonde i gjo. Ka pas shumë maltretime në Liplan. Në atë kohë, derisa ishte edhe ofenziva e Lapushnikut, se mas andej këto i kom lidh, mas i kom dalë prej burgut, e kemi pas me ne një të burgosur ordiner, i cili ka qenë për dhunim nga Mitrovica, edhe i sjellun nga Suedia. Ai ka pas thatin në lukth, edhe ka fillu me gjakderdh. Kemi lyp ndihmë mjekësore, nuk e kanë marrë parasysh, duke thonë se po stimulon. E kanë zirë nga qelia, e kanë rrahë gjithë natën, edhe dikun me mëngjes ka vdek. Pas 3 muajve, me qenë se lufta në Kosovë është përsoke çdo ditë, na kanë çu për Serbi në Požarevc. Burgu Izabelës në Požarevc është njëri ndër burgjet më të këqija në Jugosllavi. Na kanë shti në burg, pasi janë kryu krejt procedurat që thashë edhe ma herët. Na thanë që tu keni mendaj 1 muaj, a 2 se s'ka vende në pavilone tjera. Se në Zabel kishte edhe pavilone tjera që ishin gjysmë të lira, sepse atje asnjë burgos s'ka mujt mendaj po e kry ndoj punë, sepse serbët nuk të kanë lënë me hongër badihava përveç neve që jem konë shtatin, pavilionin e shtat, në izolim, e kemi pas vetëm 1 orë me dalë në shëtitje. Unë ju thash shokëve, atë se po përshëndetem që tu, se unë nuk muj me qëndru këtu 1 muj e ma shumë sigurt jo. Kur e kam pa pavilionin e shtat, krejt në tulla, me grila i rrëthum me mur, gardian me kalasha
në përmurit të shëtit. Mirë po njeri ishte ma i fort se guri, thojnë. Po Zharevci ka mbajt 22 muaj e gjys. Unë jam mërdhejcan i madh dhe i kam bo ka 850 a 800 përkulje për mundze, sepse muri është fjala gjatë dimnit, rrjedhke vetëm ujë. U mundoshi me fshi disi, po ishte shumë e vështirë. Unë e kam pas edhe një fat në burgun e Pozharevcit, se pas disa ditëve në pavilionin 7 e kam pru edhe Riza Gjaklin, një djalë i ri që ka qenë i dënum për procesin e paraqinit. Ata që janë pak ma vjetër e din procesin e paraqinit, ku ka qenë e montu me kinse shqiptari, Aziz Kelmendi ka vra s'disa ushtar, edhe Riza ka qenë njeri ndër ata që e ka ndihmu. Riza tash kishte një kohë gjatë në burg dhe dike njeri mu gjindë dhe mira burgi ma letë. Ma vonë në Pozharevc nga Nishi ka ardhur edhe një bashkëqytetari imi, të cilën e kam falemnderu disa herë, po më duhet edhe sot me përmend, Naser Belegu, edhe i cili ka qenë i dënum për mbajtje drogës, dhe i cili ka pas mundësi financiare, e ka pas edhe një kumbar në Tetov, me qenë se nga Macedonia kishin drejt me pru paketa në Serbi. Kështu që u harnoshim paketa kur vike dikuj nuk ishte e tina, ishte e krejt qelis. Burgun Pozharevc ka qenë i të mërshëm, mirë po e kemi pas kariken, tavolinën, karika edhe tavolina e ngullur në beton. Nuk kemi pas drejt mushtri as 2 minuta, me gjithë se krevetin e kishim as 50 cm larg tavolinës. Mirë po, mu më ka shpetu libri edhe shkrimet, sepse në burgun e Pozharevcit është një bibliotek e pasur, normalisht në gjuhën serbokroate, e unë si maj moshur, e kom ditë serbishtën mirë, kështu që kuriri i cili ishte në pavilionin e 7, a i kishte drejt me shku bibliotek, na s'kishim drejt, na sjellke çdo ditë nga një libër, të cilën u deshke me pagu. Pagesa u boke me një paqet duhan. T'ju them se në burgun e Pozharevcit një paqet duhan o shit në atë kohë 100 marka. Unë për veti se kom pi duhanin kur, se pija sot, mirë po, kur ju thësha më se bleni, më thëshin ajta ka jo se ti se din qka duhoni. Isha vërtetu që se di qka duhoni, se kisha në qeli një të burgosur nga kotori i Skënderajit, i cili ishte për vrasje, dhe e kur metke pa duhon, e mërke fshizën e këputke edhe e pështilke me gazet. Vetëm me bo tim. Kemi shumë përjetime të këqia, po përjetimi ma i keq ka qenë 10 qershori, kur në Pozharevc janë ardhë, i kanë sjellë në fakt se janë ardhë, 600
të burgosur, rob lufte që kanë zonë rrugëve, të gjithë kanë kalu në për një kordon të gardianëve të burgosurve sërbë kriminel. Jënë maltretu keq njerëzit derisa janë vendosë të gjithë, çdo njeri e kanë thirrë me emrin dhe ka kaluar nëpër kordon. Në ato momente e kanë thirrë edhe Reshat Nurbojën. Na nga dritarja ndigjojshim, edhe mu dok që e ndigjova emrin e Reshatit. Nesrit në shëtitje, si me vërtetuan se e kanë sjellë Reshatin, e kem pas një të burgosur shqiptar nga Shkupi, i cili ka qenë për hajni, edhe i thëm, shëtitori është pak ma e gjatë, i thëm, Reshat, delti atje, unë të thiri, nëse ndin gardiani që të kom thirë ty. Edhe unë e thiri, Reshat, duli Reshatin në katin e 4. Tha, shka jo dalë bre, tha erdha ty me të pa, s'pate ku me më pa. Tha jo valla. Mas 15 ditëve, Reshatin edhe një pjesë të burgosëve i kanë transferu në Mitrovic Sremit. Pavilionin e 7 ka qenë edhe Najt Hasani, kanë qenë vllaznit Mazreku për Kleçken, se kishim mundësinë mu pa ka herë kur delshim me shku mu la, se na qeshin grup, nuk na leshin mu la me ujtë bojlerit, po në Zabel është një burim i ujtë në zetë. Na qeshin jashtë, edhe aty kishim mundësi edhe ka pak me fol me njerëzit. Ka pas edhe shumë emra tjerë, që i kom njoft. Me 4 korik, të vitit 2000 e kom përfundu dënimin, po më staraj me 10 qershor, në Pozhares, në Zabel, i kanë pru krejt gardiant edhe udhëhecat e burgut të Dubravës. Miki Vidiqi ka qenë komandant i burgut Dubravës edhe pjesëmarrës në masakrën e burgut Dubravës. Rakočeviqi ka qenë drejtor. Branko Komotina, mbikëqyrësi i burgut, dhe njeri që me 16 maj e ka nxjerrë nga burgu profesor Ukshin Hotin. Është e çuditshme se Ukshin Hotit ju ka falë një ditë për me nxjerrë ditë vikendi, kur nuk punon kurkush. Dhe Branko Komotina e din mirë edhe sot kush e ka prit Ukshin Hotin dhe ku e ka dërgu. Fatkeqësia është që ata që dosht me ndërmarë masa nuk kanë ndërmarë asgjë për zbardhjen e fatit të profesor Ukshin Hotit, për arsye se unë 3 herë kam dhënë intervistë në Ulex, ja u kem dhënë të gjitha dhanat e njerëzve që kanë punu në Dubrovë. Branko Komotina se dija është sot në Pozhares, për Ulexi ka shku çdo javë në Beograd edhe ka mujtë me shku me marrë në pyetje Branko Komotinën edhe me pyet për profesor Ukshin Hotin. Nuk e kanë bua atë punë. Tretën herë kur kam shku në Ulex,
një prokuror hungarez tha thiri prap. Për çka kemi më thirë ti mu? Tha me vetë edhe diçka për profesor Ukshin Hotin. Tha ti mu me më thirë hiq. Tha na vim të marim. Thash ti me zor mundesh me marë sa ardush. Po unë e mu nuk të vi. Ja kishim dhonë fotografin e Branko Komotines. Ja kishim dhonë shajet e gishtrive. Do më thonë Uleksi ka pas gjithat dhanat, por sa di une dhe sa din opinioni deri me sot, nuk ka pas asni informat. Si kemi ardhur deri te shajet e gishtrive. Për me marrë letërnjoftimin në ish Jugosllavi, sekretariatin komunal o dosh mi dhonë shajet e gishtrive për me ta hap një karton edhe fotografin. Kur kemi dash nga burgu, me 4 korrik të vitit 2000, na kemi punu me një komision të Këshillit për mbrojtjen e drejtave të njerëzit në burgun e Dubravës. Burgu i Dubravës në vitin 2000 ende ish ashtu sikur që ka qenë. Renoja, dhe kemi gjetë shumë materiale. E kemi gjetë edhe një floppy në atë kohë se s'ka pas në vitin 2000 USB-e e gjëra të tilla. Kur e kemi hapat floppy, kemi gjetë fotografit e masakrës, i kemi gjetë fotografin e komandantit burgut me kallash, edhe disa të burgosur tjerë, të cilët kanë ardhur nga Serbia për të vrarë shqiptar burgun e Dubravës, se kjo ka qenë e përgatitur në krejt. Dhe mbas si kishin kryer punën, jo kish fal dënimi. Këto fotografi kishte bënë një agjenci greke për të arsyetuar që serbët nuk kanë bo masakër, po i ka bo NATO-ja. Është e vërtet që NATO-ja me 19 ka bombardu pavilionin C. Edhe aty në vra disa të burgosur. Mirë po, pas këtyre fotografive të cilat janë publiku edhe në internet edhe në ekspozitat ndryshme, është vërtetuar që shumica e të burgosur shqiptar, numri i cilëve është rreth 160, dëram, nuk janë dëram prej granatave të aeroplanëve, po prej armëve më të lehta. Ka pas edhe shumë të plagosur. Mirë po Serbia, për me mshef krimin, e ka hapur edhe një vorrezë masive në Rakosh, ku janë vëros disa nga të vrarve. Pasi që jemi dalë nga burgu një grup që jemi liru ma herët, kemi vendosur me mbajt një grevë urie para dyrëve të burgut, për arsye se burgun e Dubravës tash e menaxhojke unë miku, nuk na kanë lënë me hi brenda. Kemi qenë diku rreth 78 ish të burgosur Dubravës, që i kemi hap shatorat, ja u kemi mshel rrugën për me hi në burg. Dhe 8 ditë e 8 natë kemi mbajt grevë urie, me kërkesë për lirimin e të burgosurve që ende gjindeshin në për Serbi dhe për
zbardhjen e fatit të zhdukurve. Vishin njerëz me na vizitu, dhe ditën e fundit ka ardhur me na vizitu këshilltarja e ish administratorit zotit Kushner, shumica ishim mërzit, ishim lodh, me greu të u mbajt me infuzionet ndryshme, me qenë se kujdesi shëndetësor ishte shumë i mirë. I thëmë Rëshatit, apo ma lënë që të plaken mu, të merrna une me ta, mos pa mujmë diçka me bo. Se nuk mujshim, Ramushi insistejke me ndërprej greven, akademik Pajazit në ushi ndjerë, insistejke me ndërprej greven, Hidayet Hyseni, mirë po me ndërprej greven, pa arrit asgjo prej greves, nuk na merr mendja. I thëmë, Zojës Andreoti, a vjen ti në Rakosh me mu me po në çfarë gjendje është vëreza masive e shokëve tonë. Tha po. Kemi shku me makina deri në Rakosh, ishin 2-3 televizione me ne, që rrishin çdo ditë. Kur kemi mri në Rakosh, kur e ka pa gjendjen e vorezës, Zoja Andreoti ka fillu me qajt. Robat mbi dhe, kockat mbi dhe, a Zoti Luka tha, po të lutim e ndërprej greven, Zoti Kushner shkon sonte për një herë në Këshillin e Sigurimit, edhe ka me fol për të burgosurit edhe për zhdukurit. Bëni një delegacion prej 5 vetëve, edhe si të kthehet Kushneri e keni takimin. Edhe do t'i shqyrtojmë kërkesat e juja. Kështu që e nëzënëm diçka për më na i plotësu kërkesat, se ne kishim paraqit kërkesat edhe në opinion. E ndërprejmë greven, Kushneri në fjalën e vetë në Këshillin e Sigurimit foli për të burgosurit shqiptarë për burgjet sërbe dhe për të zhdukurit. Na caktun takimin, na si Këshill grevist kishim kërkesat tona për të kriju një departament, se atër s'ka pas ministri, po ka pas departamente, për të burgosurit edhe për zhdukurit. Kushneri me ekipin e vetë nuk pranoj ke kurse si me pas departament. Një 2 orë kemi re debat, prezent ishte ish presidenti Ibrahim Rugova, Recep Qosja edhe Hashim Thaçi. Kështu që ma në fund, mas 2 orëve, ne pranum mu themelu një farë zyre për burgosurit edhe për zhdukurit, dhe kur dulem nga takimi, thirrën gazetarët shqiptar, pse s'po doni me dhonë deklarat. Nësë kishin fol me kërkënd, po unë miki me njerëz të vetë i kish largu gazetarët për mos me folna. Si sot më kujtohet, më thirr Visari Ymeri, ka qenë gazetari KTV-s. Tha, pse s'po jepni deklarat? Tash po thirrna në studio të jep në studio. Kemi shku me Reshat Norbori në studiot KTV-s. Kështu që opinioni u njoftu, ne kishim kërkesën që në të mdëma që tjetë udhëhec i këtij departamenti. 2 kolegët tona, nga shoqata e të burgosurve, edhe një tjetër e kom haru, çfarë shoqate ka qenë, dëshin me mbinë që departamenti është i vogël nga të zyrës. Me qenë se unë një kohë gjatë isha marrë edhe me çështje politike,
kesh pak i ashpër, thash, ju nuk keni drejt me më tregu mu, se nuk dini, çka është departamenti, çka është zyrja. Departamenti është nivel të ministrisë, dhe sa zyrja, mu i kemu hapë sot, mu i kemu mujut nesër. Po në mi ke di ke atë punë mirë. Në aspatim qare pa pranu. Kështu që edhe sot i kemi mbi rreth në 1600 të zhdukur. Fatbarësisht me presionin ndërkombëtar, shokët tanë u lirun me një amnesti të gjithë nga burgjet sërbe. Mirë po për fatin e Ukshin Hotit, as sot nuk është kuptu asgjë. Burgu i Dubravës nuk ka guxu mu shndru prapë në burg. Por ne si shqiptar nuk kemi pas vendimarrje dhe ajo shndru prapë në burg për mi më shef gjurmë të krimit. Anë të parë. Shtu që na ka mbet që një herë në vjetë më shku me bo vizit në vendin e krimit, por kjo nuk duhet tjetë vetëm vizit, duhet shndrohet edhe në diçka tjetër. E këtë shndrimin mundin me bo institucionet e Kosovës, për arsye se me të vrat 200 njerëz, me të plagos 300 njerëz, më kriju një vërez masive, e cila sot nuk ekziston fare. Kështu që institucionet e Kosovës kanë obligim, kanë borxh që për të burgosurit e Dubravës të bojnë ma shumë për viktimat e Dubravës, institucionet e Kosovës, familjet e të vrarë në Dubravë, duhet t'i kanë nën kujdesje të vazhdueshme. Fëmijët e atyre njerëzve duhet t'i kenë disa privilegje në shkollim, në akomodim në për konviktet studentëve, në stipendione e çështje tjera. Kështu që jemi mundu me zbardh sa kemi mujt Dubravën. Nuk kemi bo asnjë gjë që duhet dhe që kanë merituar ata njerëz. Ma letë ka qenë më konë ushtari UÇK-s me dalë malë se ki pas armën nga të veti, në burgun e Dubravës, me krejt ligjet ndërkombëtare e konë nër mbrojtje të shtetit. Qaj shteti genocidial i ka vra këta njerëz, i ka plagos shumicën e këtyre 300 njerëzve, ndoshta edhe i kalon të paaft për jetë. Nëse Serbia ka qenë shtet genocidial, shteti i Kosovës duhet me pas kujdes më të madh për këta njerëz. Më kanë pas shumë njerëz në qytet, më kanë njoftë krejt, edhe njëri prej gardianëve shqiptar e ka lajmëruar familjen time që unë jam në Dubravë, i burgosur. Familja jame nuk e ka prit bashkëlet, por e kanë ditë që një ditë kjo do të ndodhë. Duhet me thonë edhe një gjatë që në burgun e Pozharevsit ka ardhur një avokat prej Ulçinit, edhe më ka thonë që unë muj me të nxjerr prej burgit
Unë i kisha edhe 3 muaj burg. Avokatet, edhe disa shqiptarë, e kanë ditë shumë mirë që një pjesë e mirë e të burgosërve jenë marrë robë, pa vendime gjykatës, dhe kanë ditë që këta njerëz e ka ditë edhe Serbia që s'mundet me i mbajtë. Për me përfitu disa njerëz, në bashkëpunim me avokatet sërbë, i kanë zjerë për ministrisë vendimet, edhe njerëzve ju kanë marrë. Ky avokati nga Ulqini tha, për 2.000 euro, 2.000 marka atëre, tha unë ti ta shkurtoj burgun për 3 muaj. Thash zotni, unë e maspori nuk i kom 2.000 marka, se nuk e di as ku e kom familjen. Ty të faleminderit, tha jo, tha nuk ka nevojë, tha se unë i kom marrë paret. Thash urdhna. Tha mu më ka dërgu Mehmet Bardhi, ish kryetari i Lidhjes Demokratike të Shqiptarëve në Malzi, miki imi, edhe ai më ka pagu, tha për më ardhë unë me kry këtë punë. Thash mos e kry këtë punë hiç, se thash unë i kry edhe këta 3 muaj. Kur e kom kry bisedën me avokatin, Miki Vidiqin e kom njoftë shumë mirë, se ka qenë qytetari PES, e ka folë Shqipen ma mirë se unë, një banor i Kapeshnicës të famshme, ku Kapeshnica revolucionare, më ka thirrë edhe më ka tregu që tha, shpinë e ki kabriolet, kulla e vjetër është rëzu, familjen se di ku e ki. Që ka që më ka thonë, ma vonë fillun me ardhë dhe letrat, e kuptova që familjen e ngusht e kom në Shqipëri, në një fshat të Durrësit në Tilaj, mirë po, na pejon të kemi një thanje, nëse se ki bishtin të gjesim. Familja jeme me qenë se ka qenë Durrës, normalisht që i kanë dalë edhe në plazh, edhe vajza i me 16 vjeçare, i kanë dëgju t'ju thonë që ta kanë vra babën në Pozharevc. Vajza jeme me 16 vjetë, është ti në Shtrinë Qëllimtare të Kosovës, me Atlantikun. Dhe kur kam dalë nga burgu, në mërdare më kanë pritë të gjithë përveç saj. Isha i brëngosun se vajza me 16 vjetë, po ka qenë zhvillume, e bukur, i ka pas të natë mirat, kohë lufte, nuk disha që ka me mendu për para. Kur erdhëm të shtëpia se kërkova me më pritë në bord shtëpisë. Erdhë vajza, edhe e kuptova prej bisedave. Unë i kom edhe 5 vllazën, i kom pas njëri më ka vdek. Bona fjalë me vllazënit e mi, thash qysh me leju, me shku vajza jeme, në që kjo ju të krejt tjertë me ndajt ndeti. Po kështu ishte jeta, mas si që kam dalë nga burgu, thash ma herët, kem punu në zbardhin e masakrës së Dubravës, Këshilli për mbrojtjen e drejtave të njerëzit, me një ekip, kemi organizu 2 vjetorin e masakrës, me një ekspozit meri në Institutin Albanologjik, ku artefaktet që janë gjetë në burgun e Dubravës janë ekspozu në hollin e Institutit Albanologjik. Këtu kishte shumë fotografi të familjarëve,
letra të cilat kanë mbetë në burg, edhe shumë rroba e çështje tjera. Ishte një ekspozit tamam e tmerrit që shumë njerëz kanë qajt kur i kanë po ato rroba. Dua me thonë edhe një gjatë që këto materiale, si këshill për drejtat e njerëzit në pej, nuk e kemi ndalë askujt. Disa njerëz i kanë shfrytzuar për interesat veta, po Zoti është i madh dhe e din kush çka. Punën që kemi bë me Këshillin për mbrojtje e drejtave të njerëzit, e kemi ngritur edhe kallëzimin penal për masakrën e Dubrovës, me listën e të vrarëve, të plagosurve, edhe me listën e atyre që kanë punu në burgun e Dubrovës. Kështu që prokuria në pej nuk ka bu asnjë gjë. Ajo është diku në përsirtart. Mirë po, Instituti për krimet e luftës duhet me pas veçantë masakrën e Dubrovës. Për arsye se masakër më e madhe ndoshta është Veçmeja në Kosovë. Kështu që të gjithë ata që po trumbetojnë me do kallëzime penale, me do gjëra tjera, urdhënoni e keni të publikume me 10 herë. Kështu që tash i mbet organeve të drejtësisë me vazhdu punën aty ku ne kemi lënë, se na s'kemi drejt. Gjitha këto masakra që kanë ndodhur në Kosovë, ka nevojë për intervista sa më të shpejta edhe për grumbullimin e deklaratave të dëshmitarëve okulare eventual. Mos të harrojmë se dëshmitarët çdo ditë po vdesin, mosha pe bot vetën. Kështu që kemi obligim ndaj atyre njerëzve që kanë psuar këto masakra. Fatkeqësisht që na kemi mbi 400 masakra në Kosovë, por Dubrava është e veçantë, dhe thash edhe më herët që të burgosurit kanë qenë të mbrojtur me ligje ndërkombëtare. Kanë mësuar më këtë se krejt tjerët. Nuk po du me shpall askënd hero, mirë po dashnia, solidariteti mes burgosurve, ndihma që e kanë afruar njëri tjetrit, duhet mu shënu, mu publiku. Kjo është një detyrë për rasimin, me bo edhe një libër. Vajza jame ka ndaj, kom bisedu me vajzën, në mlefin që ja kanë vra babën në burg, ajo ka desh me nxjerr hakun e vet, edhe është rështu, ashtu sikur që do është edhe shumë tjerë më rështu. Deri në një periudhë kohore edhe mbas luftës, ka qenë anëtare e trupave të mbrojtjes të Kosovës. Mas andej ka vazhdu jetën e vet. Sot ka familje. Kështu që vetë si ta shkruan Zoti, se po e thëmë për veti, në asnjë moment sa kom qëndruar në Požarevc, nuk e kom besu që do dalim gjallë nga burgu. Edhe kur kam dalë, në 4 korrik të vitit 2000, hera e fundit kur jom taku me Branko Komotinën të dyrë të burgut, baboni tha, duhesh më na thonë faleminderes se ta kem shpëtu jetën. Ashtu kur gjos keni bo veç
më keni marrë në qafë. Mos t'i shakon burg, unë sot i shakon ose dëshmor, ose heroj. Kështu, jam jetë as andej as knej. Tha, ma boni serbisht, tha, ty, tha, s'ka kush që t'ndresh, as burgë, as kur gjo, ma shojti nonën. Unë isha i sigurt që kryqi kuq më pritke dhe nuk ishte mundësi mo a i mi kry procedurat e veta. Shtu që nga Požarevci për mërdare kum priti familja dhe shumë shok. Qërës, Serbia edhe Udba ka pas shumë bashkëpunëtor edhe në mes shqiptarve. Nuk është ndërim shefci, po shihet edhe sot, fatkesisht, dhe për me shkatru familjen, o dasht me përhap edhe kësi propaganda, propagandat të cilat i kanë kushtu familjes time, me siguri sidomos prindve, të cilat kanë qenë mosh. Mirë po, unë sot ndina krenar për punë që i kom bo, për kontributin që e kom dhonë, unë kur kom dalë për i burgut, kom vazhdu punën me shoqat, e kom pas një donator të fort, Usaidin Amerikan, të cilët ma kanë rregullu një zyre fantastike në lokalet të shtëpisë të madhave në Pej, katin e 6, apo të 5, mos se s'është më rëndësi. Pas një kohë e ka marrë një ftesë nga komandanti Ramush Haradini, sekretari i partisë, mu angazhu në parti, edhe më angazhu në parti për me ndihmu komandantit në rrugën e tij në politikë. Prindi këm pas më shumë, normalisht, po babën e kom pas ma të fort, nonën ma të liksht me shëndet. Mirë po, në mërdare kish dalë vetëm nana. Baba kish pësur në shëndet shumë, më ka prit të shtëpia në Pej. Kështu që mas një periudhë kohore shumë shkurt, edhe baba ka vdek, nana ma vonë, por kështu e ka jeta. Jem konë shumë i lidhur me nanën kryesisht, për arsye se nana në kullën e vjetër asnjëherë nuk ka shku në dhomën e vetë për me ranë gjumë pa u kthy une për ndonjë aktiviteti. Unë jam marrë edhe me një po e quaj masakër, me krijimin e memorialit të gjenocidit sërb në Mblas të Hanit të Lezit, ku sërbët kanë debu rreth 440.000 qytetarë të Kosovës, kryesisht nga Prishtina dhe rrethina. Njëzet vjet pas kësaj, me një projekt që ja kemi dërzu të qeverisë Haradinaj, e cila e ka aprovu këtë projekt, është kriju ky memorial, ku e kem dërgu trenin i cili ka bajt shqiptar kryesisht. E kemi kriju një murit kujtesës, shaj falemnderimi për gjithë ato personalitete që kanë folë kundër debimit, kundër pastrimit etnik. Dhe sot aty është treni, është muri, është kriju një
një park i mrekullueshëm ku njerëzit mujnë me shku, me vizitu dhe mu njoftu, sepse aty kemi kriju edhe një mozaik të nanës shqiptare me fëmin në gjitë të kalu kufinin Kosovë, Macedoni. E kështu më radhë, të me thonë si jemi ndalë, asët s'po ndalemi, tash jemi plak pak, s'po merrem me këto punë pak ma të ronda, po shkrujmë pak ma shumë, po duhet ju them se vitin e kaluar kemi nxirr një libër me refimet atyre që kanë kaluar për Bllac. Si vjetë kemi nxirr njëtin libër në gjuhën franceze. Edhe shqip edhe francesht librat janë në Amazon, kështu që opinioni mundet më njoftu ndërkombëtar për krejt ato që ka ndodhur. Kur flas për Bllacën, e kom obligim moral me falendëru shqiptarët e Maqedonisë, të cilët në mënyrë vullnetare i kanë ndihmu shqiptarët e Kosovës me bukë, me tenda të improvizume për plasmasit, por du me thonë që i kanë strehu edhe në për shtëpit e veta. Ata gjithë kanë qenë vullnetar, dhe ai koridori Gligorovit, ju ndoshta një 3 se keni pas rastin me ndëgju, ka qenë për t'i kontrollu gjithë këta njerëz për mos qëndru në Maqedoni dhe për mos ta ndryshu strukturën demografike të Maqedonisë. Nuk ka qenë për të mirën e shqiptarëve, dhe gjithë shka ka bo Maqedonia që këta shqiptarë sa ma largë mi qunë në për Evropën e për botë. Këta persona dihet kush janë, një pjesë e tyre nuk janë këtë jetë, po ata persona nuk kanë qenë të lidhur me udhbën. Ata këtë punë kanë kryer për interesat vetat personale, në bashkëpunim me avokatët sërbë. Në paviljonin e 7 ka pas edhe të mitur të cilët janë zonë rrugës. Kur kam dalë me marrë një paket, njëjtën kohë edhe një mitur, djali i ri 16 vjet, a 15 nështë edhe ma pak, mbet se mbeta mongi, a çka po bëhet me ne. Unë e kisha informatën që krejt miturit do të lirohen. I thash po të tregoj diçka, po mos reago, se hajmë dajakin edhe unë edhe ti. Thash ju që të 2-3 ditë keni më shku krejt në shtëpi. A s'ka mujt me përmbajt veten. Normal se kisha përmbajt asune, kur ta kisha marrë një lajm tillë që për 2-3 ditë shkoj në shtëpi. Kështu që ata u lirun, fati deshti që neve gardiani s'na ndigjoja as mua as atë, shpëtum. Po nga një herë ka pas, ne kemi pas aty, po e quj bashkëvujt, s'po di qysh me qujt se ka qenë me Serbinë. Një periudhë kohore gjatë luftës, burgu kërkoi prej krejt burgosëve me dhënë gjak për ushtar. Ne asnjëri nuk jemi lajmëru, o lajmëru veç një hajn i pejes, i cili ka dhënë gjak dhe e murën vesh në krejt paviljoni 7. Po Serbia edhe të mjel, edhe mas mëram të tregon kush je. Ndershim në shëtitje, kur kush nuk rike ma atë shoqin që kishtë dhonë gjak, kalon mbi këqyrësi edhe thot,
A asnjoni s'porini me këtë shpionina? Na veç e kishim marrë vesh se ecke fjolla. Qaj i njajti, kur e kemi bojt greve në Uris, ka ardhë me hinë greve. Se dhe unë jem ku në burgun e Dubravës. E valla ti s'po hinë greve kur. Se tash e ko mundësin unë me vendos, kështu që e përcillëm. Ka shumë qka, po një pjesë me siguri edhe kom haru. Valla një farë cipi nuk është me rëndësis s'paraqet kur gjo. E ka plaçkit një firmë në pej, për cilën ka punu. Po krejti njohin si cipi, unë s'ja dija semnin. Valla unë s'poru na hiq, se s'kom për çka më rujt, po është një farë dukurije sot në Kosovë, që shumë fëmijë të ishut bashkëve jenë në propozita. Kështu që ju ka ardhur koha, po përkrahen edhe nga disa parti, qa me thonë? Sot po sulmohen veterantë, po sulmohen ushtarët e UÇK-s, po sulmohen komandantat. Ndërsa përkrahen disa njerëz që s'kan bo kur gjo për këtë Kosovës, për këtë liri. Po vetë jemi fajtor, sepse sa kemi pas fuqi, nuk i kemi sistemu njerëz tonë për vendat duhur. Sot po sistemohen, nuk kanë faj fëmijët e udhbashve, as vajzat e udhbashve, mirë po duhet Kosova me bo një farë ligji të lustrimit, edhe mu ditë kush ku o konë i rështum, qa ka bo. Kone ka fëmijë, nuk jam kundër që ata fëmijë me pas krejt drejtat si kur unë, mirë po nuk mundet me pas drejt me qenë pozita vendimarrëse për shtetin e Kosovës. Këtë ligj se ka bo as Ibrahim Rugova, as Hashim Thaçi, as Ramush Haradinaj. Të tretë kanë mujt me bo, edhe me da shapin për sheqerit. Nuk mundet sot mu akuzu një komandant nga dikush që pranon publikisht që ka çu materiale në gjykatën e Hagës. Kom bashkëpunu prej 2004-s, kom qenë në institucionet Kosovës, e kom kry detyrën teme me nder, mas pari si shef i kabinetit kryeministit Haradinaj, pas shkurës Hagë shef i kabinetit kryeministit Bajram Kusumi, mandej si këshilltar me Agim Qekun. Në 9 muajt e fundit kom punu si sekretari grupit punus Ministrinë e Drejtësisë për themelimin e Institutit për ullumtimin e krimeve të luftës. Kështu që për ma sakt duhet mi vetë këta 3 janë gjallë, po shpresoj që edhe Hashimi do kthehet në Kosovë, t'ja paraqet dikush edhe këtë pyetje. Është e ndihshme, ka arsyetime që dosjet janë në Beograd, çka po di unë gjëra tjera. Mirë po, na po vonohemi, edhe sot po vonohem. Shumë punë është dashur me kry ma herët. Është dashur me kriju gjykatën për krime lufte, sepse këtu krime kanë bo sërbët. Na kanë ardhur të shtëpia, na kanë vra. Na se kemë bo gjykatën, ne ka bo dikush tjetër. Sot pi pagujmë të gjitha. Kështu që pak kemi mësu
nga historia, sepse nuk është hera e parë në këtë luftë që ka pas masakra. Kemi na masakra edhe tjerë. Mos ta përmendi rastin e Tivarit, kur institucionet e Kosovës nuk kanë bo asgjë. Po vjen keq pse po flas, po e vërtet është. Tash për 28 nëntor vitin e kalum, isha me bo promovimin e librit në Ulqin. Më thirr një historian, thotë kemi marrë një iniciativë me qit një plak në Tivar të Monopoli, ndërtesa ku i kanë fut njerëzit tonë para ekzekutimit, është Monopoli. Tash po intereson unë me këta miqtë e mi në Ulqin, me qenë se bashkëpunoj me ta tash 35 vjet, e pyeta kryetarin e Lidhjes Demokratike Shqiptare Malzi. Tha jo, sot është e pa mujtë, me qenë se në Tivar nuk ka ma asnjë këshilltar komunal shqiptar apo bosnjak. Disa vite ma herët, sa na kemi arrit me qit një plak në Monopol, edhe të nesrit kemi shku me makinë. Domethënë kretë masakra e Tivarit është në një plak të vogël, kështu që kemi pas mundësi, ndoshta jo atëherë kemi pas mundësi, sa janë përmirësu marrëdhëniet me Malin e Zi, me ja bo një kërkesë si shteti i Kosovës. Po vonohemi, nuk kam çfarë më thonë më tepër, veç që po vonohemi. Gjenerata jeme ka kry punën e vet. Kështu që tash muj mi numëru ndoshta ditë, por rinia jon duhet me kuptu që pa luftën e UÇK-s nuk i shar liria s'pari. E dyta, euforia që është përhap në Kosovë për të largu nga Kosova është e dhimbshme. Rinia jonë duhet me kuptu që në Gjermani, në Zvicër apo në një shtet tjetër, ku të shkon je i huji, që ashtu kanë me trajtu, edhe nuk i me pas ndonjë benefit, kur ku nuk ka me qenë ma mirë se në vendlinjen tënde, kështu që na duhet, na nga Kosova i kemi mbi 200.000 të largum, apo tikur, apo qysh doni. Dhe institucionet e Kosovës nuk merren shumë me këtë problem, mos me thonë fare. Unë veç kisha bo apel që nëse kemi sakrifiku në periudhën më të keqe viteve 90 deri mas lufte, e di që për rinin që ka linë mas lufte është pak problematike, me kuptu krejtë dhe mu mishru me problemet që i kemi pas na si gjenerat, mirë po nuk duhet me haru asnjëherë luftën, nuk duhet me haru asnjëherë masakrat që janë bo në Kosovë, vrasjet, dhunimet, të humurit apo të zhdukurit, të cilët edhe sot janë diku në përvorezat në Serbi, apo kur i kanë bart nga Kosova, i kanë vëros edhe në Beograd. Kështu që duhet edhe mjetet e informimit me bo ma shumë këtë drejtim, me ju tregu rinis që ardhmja është në Kosovë. Na nuk jemi të përkrym, Kosova ka shumë probleme, mirë po nëse punojmë
kërku se ki ma mirë se në Kosovë. Tash, unë 35 vjetë tash jem kryetari i shoqatës, e ndëgjova artisten, modelin Qënmulej në një intervist. Ajo pasurin që e ka, nuk e di asuna se din, ndoshta asajo vetë. Mirë po në intervista e tha, unë jam shumë e interesume me lona Ameriken marrë me jetu në malsi. Se kurku nuk muj me ndi vetën, se vetëm pse vjen çdo vit ka një muj dit shpinë ku e ka në malsi. Tha, unë s'di knasi në Amerikë. Na që të një njërëzve që japin që si intervista, se unë e pipërcjellë edhe tjertë, që po tregojnë sa fitojnë, sa duhet me pagu për banesë, sa duhet me pagu për tatime, për gjëra tjera, dhe sot nuk është fitimi që ka qenë ndoshta dikur në Gjermani. Kështu që qëndresa është garancë që ne do të qëndrojmë edhe një ditë do të kemi edhe bashkimin kombëtar, se nuk ka zgjedhje tjetër.